deputete dhe deputet, të dashur qytetar dhe qytetar që ndiqni këtë seancë, e cila përbën një akt cinik, një akt të vërtet lufte ndaj atyre 10.000 mijëra qytetarëve që kanë pushtuar rrugë dhe sheshet e Tiranës në mbrojtje të rendit kushtetues, në mbrojtje të ligjeve shqiptare dhe ndërkombëtare, në dhunim të dhunuara në mënyrë flagrante nga Edi Rama dhe klanet e tij me pushtet dhe në podrumet e karteleve të drogës. Janë 18 ditë të papara në historinë e Shqipërisë, kur ndonjëherë shqiptarët nuk janë derdhur në rrugë dhe sheshet e kryeqytetit tyre në emër të asaj përgjegjësie, që është përgjegjësia e lartë, më e lartë, pas përgjegjësisë para Zotit, përgjegjësisë qytetare. Qytetarë dhe rinia shqiptare kanë mbushur sheshet dhe rrugët e Shqipërisë absolutisht, jo kur si një lëvizje fashiste, apo antisemite, apo antitrampiste, jo dhe jo. Ata kanë mbushur rrugë dhe sheshet kundër një diktaturë autoritare që shkelmon, që zvarrit, që shkelmon të drejtat e njeriut dhe zvarrit qytetarët paqësor, kundër një diktaturë autoritare që ka ndërtuar në Shqipëri narkoshtetin e vetëm në Europë. A e kuptoni ju si jeni tani? Unë shoh ku i keni pozicionet në piramidën e narkoshtetit ju. Se janë trafikantët, janë biznismenët, por në krye jeni ju. A e kuptoni apo jo? Se çfarë ndodh? Pse janë ata njerëz në shesh? Pse janë ata? Vetëm Gjika me Alin kanë lëvizur 50 ton kokainë. Të paktën 7 miliard euro. A i shifni ju ndërtimet dhe një gjoj do të them një gjë këtu. A Altin Toplini, ta dini këte, në dosjen e Sali Berishës, ka krye aktin, njëri për akteve më të ulta që mund të krye një hetues. Ka publikuar, ka bërë publik emrat e 3 fëmijëve me autizëm. Asnjë nën, asnjë baba nuk do donte kur të shihte emrin e fëmijës tij me autizëm në mediat e vendit. Dhe pse i publikoj, thoni ju? Sepse vajza dhe djali im sponsorizonin familjet e atyre që si njëtin fare, po i paguonin shpenzimet në qendrën e autizmit, të cilën e drejton bashkëshortja ime, dhe këte e drejton për 20 vitesh pa asnjë shpërblim.
e drejton vullnetarisht. Dhe ky dumani i juaj e konsideronte konflikt interesi dhe korrupsion, se po paguanin 3 fëmijë. Fëmijët e mi, 3 familje të, si që paguajnë shumë biznismen dhe familje tjerë, njerëzit të nevojë. Kurse tani, ky duman, që mund të vesh 100 epitete, po se prishgojnë, fshe emrin e Engjella Gaçit, fshe emrin e Olsi Ramës, fshe emrin e Damian Gjiklurit, të cilët ishtin delegata e ti. Damian, tani edhe po s'ke qenë të gjithë për t'ju thonë. Bëj besë sa të duash të nuk ta besojnë. Jo, nuk ta besojnë, Damian, se ka mund fajnë. Pra, fshe emrat e këtyre, dhe ata janë me fotografi, janë me film, janë me video, janë me zë. Shikoni tani. Dhe kush është tani fashisti? Kush është stalinisti? Qytetari që proteston në rrugë për të drejtat themelore, se pa që një qytetar që u zvarrit sikur të mos ishte njeri, qytetari që proteston në rrugë, sepse në një dosje, në një zonë të mbrojtur, dosja ka 0 transparencë, sepse kërkon të shojë senatorin e Tiranës dhe nuk e gjen kumë, sepse kërkon të shojë impiant e ujrave të zeza të Tiranës dhe janë $120 milion të zhdukura, sepse kërkon të di si u bë Edi Rama me sarajet 720 metrat themelet gjata, më të gjata se presidencia e Republikës, dhe kopshtin 8500 metër. E kuptoni apo jo? Dhe ai zhduket në parlament. Dhe këta mbrohen, dhe du them tjetër çfarë po bëjnë. Belindën po e përgatit për arati. Cili nga ju ka shoqëruar Belindën? Cila nga ju në skafe, në udhëtimet e saj në Greqi me skafe? Do dilni, se kujtoni ju se deti nuk ka sy. Edhe deti ka sy. Ja u themur ju, dhe ai po pret të kaloj dhe pak që ta arratis Belindën. Ndaj dhe skapi i partisë nuk lëshon, nuk e sjell. Bërë sikur e sjell, po jo nuk e sjell mandat arrest e saj për s'dyti. Jo, rrënit qetë, nuk e keni këtu. Nuk e sjell, se ajo po përgatit me ikë, a më thonë. Ku e keni Argaçin? Ku janë? Ku është e në fuga? Ku janë? Ku i keni të arratisurit? Ata që po protestojnë janë herojt vërtet. Ata janë herojt e vërtet të këtij populli. Dhe lëvizja e tyre, ai të fshihet, se s'vjen parlament. Të fshihet, dhe ju mashtroni. Ju them unë ju. Mendoni se Parlamenti Evropian jo i damkos, mos gënjeni shqiptarët. Sigurisht, amandamenti që atakonte presidentin Trump nuk u lejue, edhe i përgëzoj ata. S'është lëvizje anti-Trump kjo. Kjo është lëvizje për shtetin ligjor, për transparencen, për ligjin ndërkombëtar. S'ka asgjë të përbashkët as me anti-president Trump, as me anti-zionizëm, as me asnjë nga këto.
U përpoqe Edi Rama t'ja jap të gjitha. Përfundoni fjalin, ju lutem. Kam 3 minutat lexoje të procedurës. Pra, jo, nuk jemi te procedura, përfundoni fjalin. Mbaroj koha. Zotri dhe njerë, të nërpresim çdo gjë, të merremi me kërkesat dhe Parlamenti Evropian kërkon me urgjencë tërheqjen e ndryshimit të ligjeve që janë bërë në këtë parlament. Kërkon moratorium për çdo leje të re dhe për çdo veprim të ri pasë të ndryshohet ligji. Faleminderit. Ka vetëm një emergjencë. Mbaroj koha. Kalojmë në procesin e votimit. Mbaroj koha, ju lutem. Mbaroj koha, zoti Berisha, ju lutem uluni të vijojmë me procesin e votimit. Ka kohë, më le mos e... Kalojmë procesin e votimit, zoti Berisha. Votimi i hapur me karton. Hedhim në votim kërkesën për interpelancë. Kush është pro, kundër, abstenim? Në seancën e kaluar në këtë parlament është konsumuar një vepër penale nga ana e Ministrit Financave. Ministri Financave Aptas ka treguar që ka aksesuar informacione që lidhen me mua, me familjarët e mi, i ka bërë ato publike dhe i ka përdorur për të më shantazhuar publikisht, sepse kërkoja informacione në lidhje me një skandal që ka të bëjë me 120 milion euro të bankers që nuk është bjerë. Nuk kemi këtu, e keni keq kuptuar. Po flasim për përsverbalin. Keni vërejtje për ndonjë gabim gramatikor apo sintaksor në përsverbal, jo fjalime politike, sepse nuk është ky momenti. Pastaj është drejta juaj kur të vi radha, kur të vinë diskutimet. Unë mendoj, zoti kryetar, që ju duhet të shqetësoheni më shumë për atë që ka ndodhur në këtë parlament dhe jo të merreni me mua për cilën fjalë e kam marrë kërkoj të flas. E kam fjalën, zoti kryetar, për faktin që ministri jo vetëm më kërcënoi, po përdori dhe një fjalor të shëmtuar për të cilin nuk mban përgjegjësi dhe mungon në këtë proces verbal. Duhet që proces verbali të korrigjohet, mos të shënohet vetëm çfarë thash unë, por të shënohet edhe çfarë tha ai. Nuk mund të vazhdoni në këtë mënyrë duke përdorur kuvendin thjesht sikur ta keni pron private. Nuk mund të vazhdohet në këtë mënyrë. Falsifikoni proces verbalet, falsifikoni mbledhjet e sekretariatit për etikën, merrni vendime në kundërshtim me rregulloren. Ka një rregullore, zoti kryetar, që parashikon që antarët e sekretariatit të jenë 6 dhe jo 5, dhe jo vetëm kaq, po 3 antarë të jenë të majorancës dhe... Në proces verbal keni censuruar fjalit të tëra për shkak të tmerrit që keni nga fjala ime. Por ato i kam dëgjuar qytetar dhe nuk është ky qëllimi pse marr fjalën. Qëllimi pse marr fjalën është se gjithçka lexuat ju aty. Nga e para tek e fundit është një sfidë, është karshillek, është përçmim për protestën e qindra mijëra shqiptarëve, të cilët kanë një agjendë ndër më të drejtën që ka patur ndonjëherë, agjendë që u mbështet fuqimisht nga Parlamenti Evropian dje, agjendë e cila ky parlament nuk mund të ketë trajtoj çështje tjetër përveç agjendës së qytetarëve në protestën më madhështore në historinë e këtij vendi. Ndaj dhe tërhiq rendin e ditës, t'i rikthehemi agjendës, mendoj se ky është detyrimi absolut i këtij parlamenti
në mënyrë që të mos përfundoj dhe ky aty ku e meriton sa më shpejt.